Kujtim Sadriu është kandidati i Partisë Liberal-Demokratike të Çedomir Jovanović. Ai thotë se partia e tij premton zhvillim ekonomik dhe zbardhjen e fatit të zhdukurve. Nuk e ka parë të arsyeshme të inkuadrohet në parti shqiptare pasi mendon se kontributi mund të jetë më i madh. Duke pas parasysh se partitë shqiptare në luginën e Preshevës nuk kanë një unitet dhe nuk janë të punojnë për interesat qytetare, por bëhet lufta për interesat personale dhe partijake. Shqiptarët e luginës së Preshevës kanë shkuar në takime në Tiranë, Prishtinë, Beograd dhe numri i delegacionit ka qenë gjithnjë më i madh se i nikoqirëve. Tirana dhe Prishtina kanë kërkuar unitet. Burimet jo zyrtare kanë thënë se kanë befasuar ministrin e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati me arritjen në Tiranë në numër të madh dhe me makina të ndryshme. As qytetarët e Preshevës nuk e dinë se sa parti kanë shqiptarët me një numër të vogël banorësh. Po këtu ka shumë parti, numërit nuk dihet, sillen aty parë 7, 8, ndërkohë që kur kemi zgjedhje mund paraqiten edhe 1, 2 ose 3 tjera. Mirë për popullsi, numrin e popullsisë që kemi këtu, me vërtet janë shumë. 4 maksimum, 4 parti të cilat munden me kontribuën përgjithësi për gjithë popullatën edhe për problemet jetësore që i kemi neve në Lugin. Mendoj se sipas mendimit tim nuk e meriton Presheva me pas as parti shumë politike. Valon Arifi, aktivisti i shoqërisë civile, thotë se liderët nuk i besojnë njëri tjetrit. Vetë pjesëmarrja prej 11 anëtarëve në delegacionin e grupit të ashtu të quajturit grupi unitetit paraqet mosbesimin kundër njëri tjetrit si pjesëtar të atij grupi, duke pas parasysh pjesëmarrjen më të lartë se sa vetë delegacioni i Kosovës në atë kohë në Rambuje. Shqiptarët duhet të marrin vendim për përfaqësim unik në zgjedhjet parlamentare serbe, por në takimet e para qëndrimet kanë qenë të kundërta. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.